është kjo, që janë bërë 270.000 legalizime. Jo, ti e merr me të qeshme, po unë jam shumë serioz. E di, po qeshme ato afër. Janë bërë 207, se e kuptova shumë mirë që kur morë fjalën, se kam kaq vite që mbërem me këtë punë dhe i njoh njerëzit edhe 200 metra larg. Kështu që ti je tip me humor e kuptova që nga larg. Po këtë humorin, bashkë me mua që kam dhe unë humor, do ta bashkojmë humorin dhe do të merremi seriozisht me këtë punë bashkë të dy. Do t'i shkojmë deri në fund saj ne. Nuk do ta lëmë ne këtë punë që ti iki kështu. Në qoftë se ty dikush të ka kërkuar të paguash, ai do paguaj, pik marroj muhabeti. Kushdo që tjetë. Po ti do ta tregosh se kush është. Ashtu. Ndërkohë që 270.000 legalizime janë bërë deri tani. Kanë qenë vetëm 21.000 kur ne kemi marrë detyrën. 21.000. Janë bërë 270.000. Pse nuk kanë mbaru? Janë dhe janë 60.000 tjera. Pse nuk kanë mbaru? Sepse janë tej mase shumë në raport me mundësit për t'i bërë si duhet. Dhe puna vazhdon. Por ama 270.000 janë bërë. Që ka rrugë në Tiranë dhe kudo qoftë, në për lagje, në për zona që nuk janë si duhet, nuk e diskutoj fare unë. Por ama, sot, zotnia jote që banon këtu, je shumë më afër Tiranës ashtu si duhet, sepse ke akset kryesore për bukuri që të kanë ardhur ke dera shtëpisë. Është kështu apo jo? Ja, nuk të duhet, jo, unë e di që ty s'të duhen se ti për këtë punë ka ardhur në takim. Por patjetër, ti ka ardhur në takim pikërisht për këtë punë, por unë jam shumë i lumtur që ka ardhur ti se kështu bëjmë dhe debat. Më lër të mbaroj, ty nuk të duhen akset, nuk e diskutoj fare unë. Sepse ti ke ardhur, ke bërë një ndërtim pa leje dhe ti kërkon llogari pse aty pikërisht te ndërtimi jot pa leje nuk ka 5 metra rrugë. Ndërkohë që akset që kanë lidh gjithë lagjen me gjithë pjesën tjetër, ty nuk të duhen. E kuptoj unë? Jam shumë i qartë për këtë. Por ama më duhen mu. Më duhen mu, i duhen të gjithë këtyre, i duhen qytetit, i duhen ekonomisë, i duhen dhe zhvillimit. Sepse nëse nuk do ishin bërë ato akse, kjo gjëja këtu që po bëjmë ne nuk bëhej, që ta dish ti. Ky transformim këtu nuk bëhej, nëse nuk do ishin bërë ato akse. Sepse nuk vjen kush të bëjë një investim aq madhor sa çdo bëhet këtu, ndërkohë që rruga kryesore është gjithë gropa. Siç ishte deri përpara pak vitesh apo jo. Zvije dot tu fare. Se për fat të mirë unë e njoh shumë mirë të zonën, e di pse, se kaloj shpesh dhe e shoh. Se unë jam katunar, nuk jam si ty, ti je qytetar. Ashtu, ulu. Ulu se po flas, ulu më let mbaroj unë. Më lër të mbaroj, mos më krijo probleme, ulu tani, më lër të mbaroj unë tani. Unë të dëgjova me respekt, ty po të drejtohem patjetër, se unë i kam shumë qef sfidat. Ti më sfidove dhe unë po të përgjigjem. Po prit se s'ke marrur, ne sa kemi fillu bashkë. Ne do bëjmë miq bashkë. Ne do jemi miq bashkë, se ne të dy do t'i shkojmë deri në fund një çështje korrupsioni, unë dhe ti. Të dy. Patjetër. Ashtu. Tani 1 minutë, po lëre për sepse s'ka nevojë se flasun. Ti thua, jo, Nasimnir. Jo, Nasimnir. Jo. Ulu. Nasimnir, ulu. Jo, ulu, Nasimnir. Mos u